ka. Po, ne përmes këtyre kapelave, që i bëjmë matjet tona, e gjejmë mesin e kokës, nga pjesa ballore deri pjesa e pasme e kokës, fundi i os occipital, dhe gjithashtu edhe nga pjesa e veshit, mesit të veshit deri këtu, e gjejmë mesin, dhe nga këtu, përmes bobinës tjetër, e gjojmë qendrën të cilën ne po dojmë me vendos. Do t'i bëjmë matjet në një karrikë tjetër, kushton kohë, kështu që do të thotë edhe në bazë kësaj ne e vlerësojmë se çfarë amplitude të rrezatimit të rrezeve elektromagnetike sa randa i përballon. Për shembull, këtu është një pacient i cili ka pas 55% të e shkruajmë edhe emrin këtu mos ta shqisë, 55% të amplitudës, të thellësisë ku hyn rrezja, kemi me 60, 40 varësisht ndjeshmë